Një ngjarje e rëndë është regjistruar në fshatin Ars të Bashkisë Fusharës, ku një çift bashkëshortësh janë dhunuar nga disa persona të paidentifikuar. Raportohet se fillimisht është dhunuar burri Skënder Nika, që sapo kthehej nga puna për në shtëpi, teksa më vonë është dhunuar edhe bashkëshortja e tij, Bardhe Nika. 55 vjeçari Skënder Nika, i cili u dhunua së bashku me gruan e tij në fshatin Ars të Fusharësit, kanë folur për mediat duke dhënë detaje rreth ngjarjes së rëndë. Skënderi tregon se 5 persona që i dhunuan të paidentifikuar ende nga policia u prezantuan si efektiv policie dhe njëri prej tyre mbante automatik ndërsa të tjerët kishin shkopa druri. Kam lënë punën në orën 6 mëngjesit dhe po ishim në orën shtëpi. Kur kam dalë pak, po dalë shtëpia, më kanë dalë 50 veta me orë, me sku. I ke njohur? Me shkop asnjë, ja. Me shkop droni, më kanë rrofë mua. Kam dalë kanë rrofë gruan. Më dëgojnë mos vërtet edhe do t'ja bëjmë me gjëra më keq se juve. Edhe zëm nga tepër kanë. Ti që janë kondo, janë mund biesh për mbledhje të trezash. Që ke mund të nga treza me ta. Gjëja mos më vëmë bashku drejtën molet tona, edhe zëm më tepër. Kjo ka thonë, edhe kanë thënë si të dashni shërin. Dhe kjo punë do të fillë, mas 4-5 Paraprakisht dyshohet se çifti ka sinjalizuar policinë për një operacion antidroge 3 javë më parë, ku bluta zgjesuan 3 parcela me kanabis, ndërkohë policia po punon për identifikimin dhe kapjen e autorëve.